Pas blokut të lajmeve u kthyem në studio për të folur në lidhje me barnat në Kosovë, mënyrën se si qarkullojnë barnat në Kosovë, çmimet a janë ndryshuar ashtu siç është paralajmëruar. Për këto edhe shumë çështje me mua është Astrid Haxhijaha, nënkryetari i Odës së farmaceutikëve. Astrid, faleminderit shumë që erdhën në Faleminderit edhe juve për ftesën. E kemi pa që janë bërë disa deklarate të ndryshme prej atyre në kohën e fushatave kur pati ulje të çmimeve të barnave në Kosovë, ndërka që në terren gjithçka është ndryshe. Po, keni të drejtë. Fillimisht ma lejoni ta sqaroj në mënyrë racionale që të kuptohet më mirë edhe për teleshikuesit. Në korrik të vitit 2023, nga Kuvendi i Republikës Kosovës është miratuar ligji për unifikimin e çmimeve të barnave, pra diçka jetike dhe mirëpritur prej komunitetit farmaceutik. Edhe pse ky ligj është planifikuar që të zbatohet në janar të vitit 2024, mirë po për shkaqe teknike është shtyrë për mëtutje. Mëtutje me datën 24 dhjetor, pra të vitit 2024, pa pritmas, Ministri i Shëndetësisë nxjerr një vendim i cili ka qenë një vendim i gutshëm, i pamatur, antiligjor dhe një vendim i cili nuk është në përputhje me ligjin për unifikimin e çmimeve të barnave, të cilën edhe vetë ministri e ka miratuar në kuvend. Pra, një ligj i cili një vendim në këtë rast, një vendim i cili në paragrafet e këtij vendimit e ka sjell edhe këtë situatë të cilën jemi deri më tani. Ne vazhdimisht e kemi paralajmëruar që edhe Ministrin e Shëndetësisë në këtë rast që kjo situatë, ky vendim apo ky format i vendimit do të na çonte në mungesë të barnave, po përveç kësaj edhe do ta nxit edhe tregun ilegal. Mirë po ai ka vendosur që të veprojë në mënyrë të njëanshme, apo në këtë rast kokë në veti, pa biseduar, pa ulur, me diskutu apo mu koordinu me akterët kryesor të zbatueshmërisë të këtij vendimi, pra që është komuniteti farmaceutik. Duke parë situata tilla, ne zyrtarisht kena dalë edhe me një ftesë publike për reflektim mbi ruajtjen e shëndetit publik të qytetarëve. Mirë po, Ministri i Shëndetësisë përsëri edhe në këtë rast nuk ka reflektuar dhe tani ja ku jemi. Pra të gjitha gjërat që janë duke ndodhur për mungesë të barnave, veçse edhe ju jeni... A ka një mungesë të theksuar Astrid, më qenë se është pritur, ju thatë edhe vetë se është pritur një gjë e tillë? Nuk ka pasur nevojë të vi kjo situatë e tillë, sepse periudhat kohore të cilat ka menduar që mund t'i shfrytëzoj, Ministri i Shëndetësisë kanë qenë të gabuara. Me 24 dhjetore nxjerr një vendim dhe e fut në zbatim me një shkurt të vitit 2025, pra një muaj e një javë parafërsisht, dhe të zbatohet 8 ditë para zgjedhjeve. Po përveç kësaj, me dal dhe me thënë që këto barnat nga çmimi 10 euro janë bërë 1 euro, pra janë bërë ulja në 10 fishuar, të cilën edhe ju si mede e keni verifikuar që nuk është e vërtetë. Pra edhe këtë deklarat e ka thënë të pavërtetën, po përveç asaj nuk ka pasur nevojë me dalë një ministër mi kategorizu farmacistët i keq përdorues të çmimeve. Pra kjo ka qenë deklarata gjatë periudhës fushatës elektorale, duke menduar se mund përfitoj për vetën e vetë. Dhe në fund e ka marrë një mirë dhe mirë. Sido që tjetë, janë rezultatet ato të cilat janë mbi gjitha, edhe duke parë këtë periudhë, ne kemi kundërshtuar vazhdimisht, sepse periudha kohore shumë e shkurtë, se në asnjë lloj shtet të zhvilluar, të Bashkimit Evropian, të cilat e kanë marrë paraprakisht zbatimin e ligjit, janë konsultuar me akterët, kanë bërë fushata vetëdijsuese, aktivitetet që mi tregu edhe qytetarëve si do të shkojë ky proces. Dhe jo mi obligu qytetarët që brenda raportit specialistik apo një terapie t'i kërkojnë barnat jashtë shtetit. Në këtë rast edhe një bari që ka kostën më të ulët mundshme, me obligu me shku me marrë në Shqipëri apo në Maqedoni. Dhe përveç kësaj, metodologjia në të cilën është praktikuar për përcaktimin e çmimit ka qenë komplet e gabuar. Pra, nuk janë respektuar filtrat
e procedurës standarde të operimit siç është e përcaktuar në ligj. Pra, duhet kalojnë nëpërmjet shteteve referente. Nuk mund të jetë në Kosovë një bari më shtrejt se sa në Shqipëri apo Maqedoni, apo edhe kundërta. Pra, çmimet e barnave duhet të jenë parafërsisht të njëjta sikur në të gjitha shtetet të rajonit, qysh është e përcaktuar në procedurën standarde të operimit. Ta besoni që ka pasur mosdituni nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë për zbatimin e këtij ligjit? Ndoshta ka qenë përvojë e reme që nëse më parë nuk e kemi pasur një ligj. Ka pasur udhëzimet administrative janë shfuqizuar, do të ishte perfekte, veç po të kishte një konsultim me akterët, po nuk ka kërkun këto hera parë, unë po shoh dhe kam dëgjuar edhe kam lexuar që ndodh një gjë e tillë që fillon së zbatuari një ligj pa u konsultuar dhe pa biseduar me akterët. Nuk pastaj nëpër këtë proces nuk po kalojnë të gjitha barnat, edhe këtë qytetari nuk e din. Duhet me dal ministri në komunikim me publikun që t'i tregoj që nëpër këtë proces kalojnë vetëm barnat të cilët janë të regjistruar në Agjencionin për Produkte dhe Pajisje Medicinale. Suplementet, shtesat ushqimore nuk kalojnë nëpër këtë proces. Qytetari nuk e din, ai shkon në barnatore dhe kërkon një bari. Dhe nuk mundet me dallu se nuk kemi në një uri për ta dalluar cili është supliment apo dhe cili bari është me substancë aktive. Po do ta shikojmë direkt çmimin. Dhe këtu lind keq kuptimi. Për atë është komuniteti i që i ndihmon, bashkëpunon, edhe organizon që të bëhet më e mirë e mundshme. Pra kjo ka qenë i gjithë procesi në të cilën tani peshojmë edhe efektet të cilën i kemi kundërshtuar vazhdimisht. Edhe fundit krejt të përcaktohen paragrafet në vendim, të cilët ato paragrafet e vendimit janë në kundërshtim me ligje tjera të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Supozojmë paragrafi 6 i vendimit, po vendimit parë, sepse tani janë nxjerr 4 dhe 5 vendimet, në renditje ndryshojnë, kurse në përmbajtje janë të njëjta. Dhe në vendimin e parë, në paragrafin 6, citon, specifikisht, obligohen të gjitha, apo detyrohen të gjitha barnatorët që çmimet i vendosin në të gjithë stokun aktual. Pra, edhe nëse më herët, para një muaji e ke marrë me një çmim tjetër, tani do të obligohesh, pra në anën tjetër, interpretimi ligjor i ATK-s thotë që nuk mund të shitet një bari post kostos të cilën je furnizuar. Pra, kjo ka krijuar këtë huti, këtë alarmim, edhe tani tutje vazhdimisht. A ka pasur dëme në për barnatorët e ndryshme, me qenë se këto luhatjet e çmimeve ka mundur të ndikojë edhe në barnatorët? Dëmet ne kemi bërë edhe një pyetësor. Ne nuk flasim në emrat përvetshëm ose në emrat personal. Ne kemi bërë një pyetësor për të gjithë farmacistët dhe kemi marrë përgjigje diku 94 deri 97% një zëri. Pra, i duhet një periudhë kohore, 6 muaj, 3 muaj, 3 deri në 6 muaj, duhet të respektohet metodologjia. Pra, janë disa detaje të cilat duhet bëhen paraprakisht. Dhe jo dal ministri me deklaratat, sikur po kapem të kjo deklarat, të vetëm deklarat për unifikimin e çmimeve të barnave, për vendimin, të cilin e ka dhënë ministri, është oda e farmacistëve nuk bën mu marrë me çmimet e barnave sepse nuk është në kompetencën e tyre. Pra, nuk është puna tyne, ata duhet miren me edukim të vazhdueshëm profesional. Pra, edhe këtë të vetmen nuk është e vërtet. Kompetencat e odave e përcakton edhe paragrafet që duhet bashkëpunoj Ministria e Shëndetësisë me odat e profesionistëve shëndetësor për përcaktimin e çmimeve. Pra, dhe përveç asaj, odat e farmacistëve mbrojnë edhe interesat profesionale, ekonomike dhe sociale. Aset që përmendet se ka pasur edhe kontrabandim të barnave, një prej tyre është përmendur edhe rastin në aeroportin Ademir Shari, pra kur kanë hyrë disa barna në mënyrë ilegale në vendin tonë, por që dihet se edhe nga Serbia shpesh herë kemi pasur probleme të tilla. E thash edhe më herët, edhe kjo nuk ka pas nevojë të ndodhë, sepse kemi paralajmëruar që do të ndodhë, pasi formati i vendimit është i tillë. Tani, para disa ajve ka ndodhë është e vërtet, ka ndodhë në aeroportin e Prishtinës, pra që të njëjtat barnat të cilat vendimi, procedura nuk i ka lënë që të aplikojnë, janë tërheq, ka tregu dhe tash po obligohen që të futen në mënyrë ilegale, si që thema herët. Mirë po,
Më pas të do më intereson pëse nuk ka të reagim nga ana ministrisë kur u vetëmi reagim të cilën nuk e kanë bërë si pjesë suksesi, Ministri i Shëndetësisë ka qenë kjo e aeroporti, sepse çdo gjë që bëhet mallore del në formatin e suksesshëm. Pyetja është pse nuk ka pas reagim për këto lloj gjëra, ato mund t'i drejtojeni Ministrit të Shëndetësisë. Mirë po, një gjë mund ta themi që ky ligj duhet jetë i patjetërsueshëm, se vetëm ne nuk e kemi të rregulluar. Ky ligj presim të gjithë farmacistët që të zbatohet në mënyrë tërësishme dhe jo në mënyrë të pjesshme. Ky ligj do t'i sjell, do ta rikthen dinjitetin e vërtetë të farmacistit. Ky ligj do t'i unifikojë të gjitha çmimet në barnatoret e licencuara në Republikën e Kosovës, pa do t'i bëjë të gjitha të njëjta. Do ta eliminojë tërësisht tregun ilegal. Dhe fundit pacienti do ta merr shërbimin profesional të merituar. Pra e gjithë kjo që e thash, vetëm po t'ishin koordinuar me akterët, po t'ishte më e mire mundshme në koordinim me grupet e interesit, atëherë do të bëhet në këtë format. Përndryshe, ne vazhdojmë të kemi ankesat edhe prej spitaleve private, duke menduar që oda e farmacistëve të Kosovës është regulatori këtij procesi. Realisht, ne japim rekomandime të cilët nuk janë marrë asnjëherë parasysh, dhe po vjen keq që mbi gjitha pepëson pacienti dhe më pastaj edhe profesionistët. Pse ka ftohje të komunikimit ndërmjet juve dhe qeverisë? Mbi 10 deri në 15.000 dhe janë dërguar. Bile është deleguar, me ligj është deleguar edhe një antar i deleguar periudhës farmacistëve në përcaktimin e çmimeve, është përjashtuar, jo për proteste, po sipas tyre ka qenë destruktiv, që nuk është e vërtetë, edhe në të kaluarën kanë pas raportet shumë të mira, pra kanë qenë midis institucionit, mirë po kanë ndryshuar gjërat që më herët odat e farmacistëve apo pozitat e mëhershme janë shpërshtatur Ministrit të Shëndetësisë, dhe tani kemi një kryetar të odës të jashtëzakonshëm, të cilët jemi fat që e kemi, edhe mendoj që e bën më të mirën për komunitetin farmaceutik. Ase duke parë mungesën edhe të një tretësit që është esencial në çdo medikament që mirë, në çdo terapi, kjo çështje edhe më tepër do të thellohet, meqense nuk kemi një qeveri të konsoliduar tani më, që sa muaj, edhe sa duhet me zgjatë kjo çështje, edhe sa keni ju mundësi me çu përpara. Vazhdimisht kemi dalur me deklaratat publike, kemi dalur deklaratat publike edhe në mënyrë direkte, duke kërkuar nga ministri të tërhiqet nga interesat, të distancohet nga interesat grupore. Që sa i nuk ka të drejtë të firmos asnjë dokument tani. To janë vendimet, do dalim tani edhe te vendimet që realisht duhet shikohet të mirën e pacientit dhe të mirën e të gjithëve dhe jo atë që e thash më herët. Tani, vendimet të cilët janë lëshuar të tjerë, janë lëshuar, janë anuluar. Bëhet lista tjetër, po anulohet. Dhe fundit që ministri në detyrë nuk ka të drejtën të nënshkruaj, tash sipas Ministrit të Shëndetësisë nuk kanë të drejtë të nënshkruajnë vendimin, mirë po kemi zëvendës ministrin. Pra i cili është kompetent dhe duhet shikohet edhe formati për lëshu vendimet së bashku me listët. Mos të harrojmë. A sigurisht isha dalë të kjo çështje e nënshkrimit të dokumenteve. Në rast se edhe nënkryetari nuk po nënshkruan një dokument që është nën ministri, më falni lutem, që e nënshkruan një dokument që është mjaft esencial për banat që janë në Kosovë, pra mungesën e tyre të banave, apo bëhet kjo për shkak se jemi duke shkuar drejt edhe një parë gjedhjeve, po pritet një kohë e caktuar që të bëhet. Mirë, të qytetarët mendojnë ndryshe tani, kanë menduar fillimisht ndryshe dhe më tani mendojnë ndryshe sepse kur mendohet ose kur ka një mendësi jo e shëndetshme, atëherë feedbackun e dim të gjithë. Unë desha ta specifikoj vendimet në fillim, aplikacioni ka pasur për të gjitha kompanitë farmaceutike vetëm me deklarim edhe rideklarim. Pra 2 dritaret. Formati që ka shku në mënyrë të gabuar e ka pru në vendimet e radhës të krijohet edhe një dritare tjetër me emrin ndryshim. Pra ndryshimi duke imbuluar paregullësit e deklarimit dhe të rideklarimit. Tash,
nuk besoj edhe nuk besoj që komisioni për përcaktimin e çmimeve ka faj, sepse në këtë rast do ta trajtoj deklarimin, do ta bëj rideklarimin apo ndryshimin e çmimit. Tani, ku është problemi tjetër? Në deklarim çmimit në listën e parë ka dalë një çmim tjetër. Është furnizuar barnatoria me një çmim tjetër. Në ndryshim të çmimit, brenda një periudhe ka dalë çmimi tjetër. Tani kemi ankesat si tash ka mundësi edhe me ligj, edhe me këtë vendim përsëri kemi këto jo koordinimet me pjesën e çmimeve dhe edhe ka tash përsëri ndryshimet e çmimeve prej një barnatore në barnatore tjetër, edhe pse është futur në fuqi pra vendim. Pra po sidhemi dhe përsëri nuk po bëjmë asgjë. Unë mendoj dhe përsëri në emër të institucionit i bëj ftesë ministrit në detyrë të shëndetësisë të shfuqizoj vendimin, të pezulloj dhe të bëhet një rishikim i hollësishëm i të gjitha pengesave që e kanë sjellë këtë situatë tillë. Dhe më pastaj, në koordinim me të gjitha akterët, mendojmë që mund ta bëjmë dhe besoj që mund ta bëjmë më të mirën e mundshme, ku mbi gjitha do të përfitoj qytetari, pacienti dhe pastaj janë edhe profesionistët tjerë shëndetësor. Asit përveçkime çështjeve që na i përmendim kemi shumë çështjet e tjera që ju preokupojnë juve si ode e farmaceutikëve. Në qeverinë e ardhshme, e cila po pritet që të bëhet, cila do të ishte me qenë pika kryesore që do duhet menjëherë të ndërmiret sapo që të fillohet puna e qeverisë? Kushdo që të vije në pushtet, posaçërisht të sektorit të cilën jemi ne, nuk mund të fillohet së zbatuari pa u koordinuar me akterët të cilët do të azojnë. Po flasim për odën e farmacistëve, po flasim edhe për mjekët, edhe për stomatolog, edhe për fizioterapeut, po flasim edhe për infermier. Pra çdo gjë që bëhet, duhet paraprakisht të konsultohen me akterët dhe më pastaj të mirën vendimet. Ashtu siç edhe duhet normalisht. Është e përcaktuar, por është përcaktim ligjor. Dhe jo të shikohen hapësirat ligjore për përfitimet nuk po futem më thellë. Mi po Astrid, kush po pëson më shumë? Pacientët, ata të cilët fatkeqësisht nuk i kanë edhe barnat esenciale në vend, sidomos pacientët në onkologji që gjendja atyre dihet si është. E para e thash edhe më herët edhe për herën e tretë përsërisi që mbi gjitha po më vjen shumë keq ose na vjen shumë keq që pëson pacienti dhe mbi gjitha ne po njoftojmë të parët sepse momentin që përshkruhet shkon barnatore dhe barnatora po obligohet që ta kthen pacientin për shkak të një produkti, për shembull 3 produktet i ki, bazën, barin esencial e ke mungesë. Dhe për çka? E gjithë kjo për shkak të vendimit të gabuar, të gutshëm, antiligjor. Po që e ke një emergjencë, Astrid, duhet gjithçysh që të kemi barin esencial që është në ACL për tretjen e injeksioneve e tjera, ku do të më drejtua ata? Do të më marrë gjithçysh. Tani kanë bërë institucionet publike, po flas një zgjidhje, kanë kontraktuar që është mirë se ardhur, që mos t'i lejmë pacientët, mirë po kemi probleme edhe me produkte tjera të esenciale, pra kemi probleme antihipertenziv të cilët nuk ka paralele. Pra, se nëse ka zavendësim të atyre, nuk është ndonjë problem, mund të bëjmë ndonjë zgjidhje. Mirë po, kur ka vetëm një produkt i cili është i regjistruar dhe është mungesë për shkak të formatit të gabuar, atëherë po obligohet edhe nëse 60 cent kushton ai bari, po obligohet të shkojë jashtë shtetit për ta siguruar. Astrid, ndonjëherë kemi pa barna të ndryshme që kanë ardhur nga vende të ndryshme. A kemi kriter të pranimit të barnave në vendin tonë, qoftë edhe për ÇKUK, qoftë edhe për barnatore? Procedura për ta regjistruar një bari, pra është kompetent është Agjencioni për Produkte dhe Pajisje Medicinale, i ka çdo procedurë siç i kanë shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Agjencioni i barnave funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Çdo lloj bari i cili licencohet e ka licencën valide 5 vjeçare, ka një kosto i cili duhet kalojë nëpër disa procedurat dhe momentin që pajiset me banderol apo me pull, ai bari konsiderohet i ligjshëm dhe mund të tregtohet i ligjshëm në treg. Mi pa, a ka vend edhe për keqpërdorime në këtë sektor? Te barnat e regjistruara jo, mirë po te barnat e pa regjistruar, sikur që kanë ndodhur rastet, peshojmë edhe vetë. Mi po sa lehtë shtetarët mund të binë deri te këto barna?
formati i vendimit ja u ka krijuar mundësinë që të vinë te këto që them më herët. Përndryshe nuk ka nevojë. Kjo duhet eliminohet tregu ilegal, sepse edhe pozita e farmacistit është pa lakmueshme kur diskuton për çështjen e një bare ka banderol s'ka. Interesi më i madh edhe për qytetarin edhe për farmacistin është që kur të vjen një pacient ta kërkojë një barë me recept, kuptohet, për ata që jepin me recept dhe barët ose barnat që janë pa recept, t'ja ofroj farmacisti çmimin, që ka në banderol, t'i jap pjesën profesionale duke ja treguar një mekanizëm të veprimit si të veprojë një bari, cilat janë efektet anësore të atij bari, cilë është dozimi dhe kjo e bën farmacistin profesional dhe pastaj lind një konkurrencë profesionale dhe jo si tani ekonomike, jo kjo është më lirë, jo, sepse pacienti nuk e diskuton këtë pjesën profesionale, po do ta marrë me çmim. Për shkak ndryshimeve të çmimit. Dhe kur bëhet kjo, atëherë do dal edhe farmacisti mirë, edhe pacienti të cilin çdo herë do ta kërkojë një farmacist i cili ja sqaron më së miri dhe jo për ta pyetur sa është çmimi i këtij lloj produkti. Besoj që në të ardhmen do të bëhet më e mirë e mundshme, ne jemi të gatshëm si sektori farmacisë apo si komunitet të kontribuojmë vazhdimisht veç le të rregullohet e para në të mirë të qytetarit së të pacientit, e pastaj të farmacistit dhe të gjithë grupeve të tjera të interesit. Aset për fund tonë pash një postim tuaj që ka të bëjë në lidhje me barnat për rastet e helmimit me antibiotik të ndryshëm edhe për barnat kundër alergjisë. Me qenë se jemi në sezonën e alergjive tashmë, desha me ditë më shumë rreth këtyre barnave. Po realisht unë dje pash në postimin paralajmërues të cilin e ka është agjencioni apo administrata për miratimin apo kontrollin e barnave, në të cilin kanë alarmuar për disa produkte të antihistaminik, ose ne i themi antihistaminik ose kundër alergjisë, që momentin që përdoren afatgjata, krijojnë kogja efekte anësore, të cilët janë obliguar që ky agjencion apo kjo administrat që në çdo lloj produkti me këtë substancë aktive që t'i vendosin edhe letër paralajmëruese për efektin anësor, kruarje të lëkurës të jashtëzakonshme, në të cilën i pash edhe komentet e pacientëve që jashtë, nuk po flasim për në Kosovë, edhe pse këtu dasht edhe agjencioni barnave del me deklarat dhe jo të mirem, edhe pse është e fushës time, si specialisti farmacisë klinike, që ti tregojmë edhe efektet anësore, mirë po është mirë që edhe institucionet publike që dalin të miren me këtë çështje, jo veç për këtë lloj bari, po t'jenë më aktiv dhe t'i njoftojnë qytetarët, sepse qytetarët dhe pacientët e meritojnë një gjë të tillë. Vërtet, Aset, unë falenderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesë, ndajmë të gjitha këto informacione që janë jashtëzakonisht të nevojshme për të gjithë pacientët kosovar. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe ju përgëzoj për çdo gjë organizimin të cilin e bëni për emisionin tuaj. Faleminderit shumë. E neve të nderuar shikues do kthehemi pas pak në studio.